Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ne sa kemi ardhur në shtëpi, kemi dalë gjatë gjithë paradite. Kështu që tani u mblodhëm, kemi qenë për supermarkete, kemi bërë blerjet, sepse sot është data 24, nesër janë Krishtlindjet. E di që nuk kam qenë shumë e rregullt, por me erdhi babi edhe me familjet këtu, nuk kam bërë ndonjë gjë interesante, kështu që nuk kam filmuar. Sot thash të hapja kamerën, pasi erdhën nga supermarketet, kemi qenë pak edhe në Lidl edhe një supermarket tjetër. Edhe pastaj morëm dhe mjalt tek një zonë që e marrim këtu, që mendojmë që është më i mirë, edhe kështu. Tani kemi ardhur në shtëpi, sa erdhëm. Jashtë bie shumë shi, sot është dhe ditë e parë e ajlës që është pushim nga kopshti. Këto ditë kemi bërë gjëra interesante, bëri ajla festën e kërcimit, do t'ju lë disa pamje këtu, që t'i shikoni, shumë bukur. Ju thash erdhi babi, dolëm, sepse nuk ishim dalë fare në qendër, edhe të bashkia që ishte rregulluar shumë, sepse vetëm bashkia ishte rregulluar këtu, kurse qendra shumë pak gjëra të vogla. E kishim bërë goxha lezetshëm atje, edhe kështu pastaj në shtëpi këto gjërat e zakonshme që ua kam treguar për rreth 20 ditë me afërsi. Tani do t'ju tregoj gjërat që kemi marrë nga supermarket, do t'ju bëj edhe një haul nga Trendyol, më duket se kishte ai api që kam blerë disa rroba. Edhe pastaj do fillojmë të gatuajmë, po mendoj që të bëjmë dhe ato biskotat e Krishtlindjeve, sepse nuk I kemi bërë këto kohë. Edhe kështu. Kam dhe disa vizita për të bërë që të vija tek të afërm, por bie shumë shi, burri ikur se kishte disa punë, kështu që do t'i anulloj sepse nuk vete dot. Është e pamundur, ka shumë shi jashtë, shumë. Dhe kështu. Me këto do merremi, edhe me familjet që zihen edhe grihen e pastaj përqafohen e bëhen. Dhe kështu do ja kalojmë sot. Tani të fillojmë me supermarketin. Të supermarketi parë, ka marrë makarona, nga këto, edhe këto. Kemi marrë uthull molle, një kefir për ajlën, që e ka hapur, tjetër, letra të lagura për duart e fëmijëve që I bëjmë pisë, zakonisht kur jemi jashtë, edhe duhen. Letra të lagura me alkohol janë këto, janë antibakteriale. Dhe këto I ka marrë burri I mbatjet e makina, për çdo gjë I duhen atij. Një oris, këto I morëm që t'i kishim, mos të vinim në supermarket, ose po të vëjmë për gjëra shumë të vogla, jo për të marrë këto. Një qumësht për ajlën. Kemi marrë 2 panetone të tilla, një unë, një ajla. Nuk e morëm të madhe sepse e dim që do hapim edhe do thahet aty do ngelet, kështu që morëm 2 të vogla, na mjaftojnë. Kanell, edhe kjo që mbaruar. Feri. Një amit, sepse ndoshta na vjen dikush për festat, nuk e di, edhe ta kisha në shtëpi, ne nuk pim, nuk para I përdorim fare këto, por ti kemi këtu, sepse nuk e dihet. Morëm dhe një oris tjetër që ta provonim, klasik thohet këtu. Unë nuk e di, unë e kam pak të vështirë t'i bëj këta lloje që nuk I kam bërë ndonjëherë, por hajde tash të provonim. Përsëri nga këto patatinat që I përdor për kur ka Big Brother, se tani që na filloi Big Brotheri, çfarë do bëjmë? Çfarë do ta shtyjmë? E shtyjmë me këto. Këto janë të mira, s'kan dhe gluten. Tek supermarketi ishin 1+1 falas. Kështu që mora dhe 2 tjera sot. Një sardele. Këto I ha vetëm unë. Këta të tjerët nuk I kam fare qejf, kështu që I mora unë. Edhe unë një në kaq, nuk se Ka marrë salsë, sepse dhe domatet më kishin mbaruar dhe nuk kisha më.
Një tjetër uthull molle, këto uthullat e mollës si merr burri, sepse t'ishte për mua, unë nuk i konsumoj fare, as limonin, as uthullat e mollës, as gjë, nuk më pëlqejnë fare, nuk më ngjisin fare, kështu që sepse kam dhe probleme me stomakun edhe më duket sikur fillon e më dhëm shumë stomakun nga këto. Por ai përdor në sallatra, në disa gjëra dhe i morëm. Edhe Ajla i përdor, i ka qef. Rimora përsëri këtë, mendoj që është gjëja më e mirë që kam zbuluar. Më ka shpëtuar me tenxheret, i hedh atë i lë 5 minuta edhe nuk kanë fare i ndyrë që të kruash me të fortë apo të lodhesh fare. Këto pjadinat, tjetë makaron. Edhe këto që ju thash, edhe këtu kemi shumë banane, pa fund banane, se na kishin mbaruar. Ju kam thënë që si shtëpi ne i përdorim shumë banane, sidomos fëmijëve, edhe në mbarojmë shumë shpejt. Këto ishin nga supermarketi i parë, tani do t'ju tregoj të Lidlit. Në Lidl shumë pak i gjëra morëm, sepse nuk kishte asgjë interesante që neve na duheshin, edhe kështu që shumë pak mora. Morëm avokado. Ti vendos këtë se nuk kam më vend këtu. Tjetër, ja së nga poluan me ujnë, se morëm dhe një koli me ujnë. Mora këtë salsën që mund të bëja dhe vetë. Nuk është në gjë e rëndë, por e mora për këto lloj patatinash. Kjo është guacamole style, thot. Është me qep, me domate, me speca. Nuk e di çfarë ka tjetër, po këto duken këtu. Edhe e mora ta provoj, nuk e kam provuar ndonjëherë kështu të gatshme. Tjetër, i kishin mbaruar Ajlës këto ngjit skon edhe morëm. Dhe gjithmonë në Lidl gjej pijama për Ajlën, ka goxha atje, kështu që sa herë që vete përpiqem të marr për Ajlën gjithmonë, sepse i duen, nuk janë kur më mjaftueshëm. Sidomos në Lidl që janë 4 deri në 6 dhe i bëjnë jo për një vit, por për 2 pavarësisht. Kështu që këtë radhë gjetëm bilezë me ofertë, e kemi gjetur 4,19 €. Gjetëm këto me frozen. Ja, kështu. Tiket që të ndërrohet për natën. Mua këto rrobat e Lidlit më pëlqejnë shumë fare dhe nuk u ikën as ngjyra, edhe njollë që bëhet u ikën shumë shpejt, ndryshe nga dyqanet e tjera që nuk u ikën njolla. Këtyre u ikën goxha shpejt, kështu që marr goxha edhe për Jasonën Badi edhe për Ajlën. Mora edhe disa mandarina që nuk më pëlqejnë shumë, por nuk kishim asnjë, edhe mora pak sa për të thënë që ti kishim këtu në shtëpi. Morëm dhe me Ajlën disa kështu bloqe, libra kështu për të shkruajtur. Ishin 3, një roz, një viol edhe një nga kjo ngjyra. 2 i mbajti Ajla dhe një e mbajta unë ta kem për shënime. Morëm dhe vanilje tek supermarketi i parë, morëm këtë që ka shumë sepse na mbarojnë. Këto ishin gjërat që mora në supermarket. Nga disa kohësh futem në Vinted edhe shikoj që shiteshin shumë rroba nga një app Trendyol. E shisnin njerëz normal që kishin porositur nga ky. Kështu që u bëra kurioze dhe e shkarkova si aplikacion. Edhe kishte shumë rroba si Temu, por vinë nga Turqia. Edhe shumë të lira. Kështu që nuk e di si për herë të parë unë kam marrë pijama me 1,50 €, 2,50 €, diçka të tillë. Shumë lirë, edhe bëra një porosi. Ja ku është, erdhi sot ka ardhur, pavarësisht se këtu e ka hapur Ajla, se nuk priti, por kështu pakot nuk janë hapur fare ç'a janë këtu, sepse doja të japja këtu në kamerë. Isha kurioze të shikoja nëse janë të mira si materiale, apo janë njësoj si Temu, Shein e këto. Kështu që ja ku është pakua. Edhe ja ku është pakua, do hapim të parën.
kam dhe janë sonë amposhe, nuk ku më le të lëviz. Hopa. E vendosa aty, nuk kam më vënd fare këtu nga gjëra që kam bler. Po e hapim, besoj se janë pijama, se ato kam bler më shumë. Ha? Ose? Ok. Kështu vinë të paketuara, çdo gjë në rregull dhe janë një palë pijama të zeza. Duken pak të mëdha, nuk e di. Ja, bluza, më duken pak të mëdha për mua këto. Po unë mora numrin më të vogël që kishte. Tutat po më bëjnë këtu, janë të mira. Dhe ja si janë. Kanë edhe pjesën këtu. Interesante, materiali njësoj si këto materiale turke, kineze që janë. Këto janë të parat. Bluza nuk e di, po hajtë s'ka që dhe po t'jetë pak e madhe pijama, është ajo nuk ka në gjë. Këtu kam një qese të vogël që unë nuk e di çfarë, se nuk i mbaj mend se çfarë kam porositur. Të them të vërtetën. Kështu që ta hapim dhe ta shohim. Këtu janë furça make-upi, tani më kujtohet. Këto i ka marrë super lirë. Pas ka shumë gjëra. Ka 2 sponqe të vegjël. Ja ku janë. Shikë, këto janë për ty, Ajla. Këto janë që ngjiten këtu në përfytyre, kështu gjë që unë nuk merren fare, por Ajla i ka shef që luan me to i çon kompletore në përgjëra. Dhe brenda në ato kishte dhe këtë kështu sponqe që ajo që vendoset ajo pudra, edhe 2 furça të tilla. Është edhe kjo që janë furçat e make-upit. Ja ku janë, diçka e tillë. Me madhja është kjo. Të lira janë, nuk është se ka një material kush e di se çfarë, për cilësinë që ja ku janë, unë nuk marr dhe vesh shumë, kështu që ja si janë, ka dhe më të vogla, po va tregoj kështu, mos të zgjatemi. Janë shumë fare të vogla dhe 3 të mëdha. E mira është që vinë me këtë pjesën këtu që nuk bën me plure dhe i mban këtu kurikën diku. Këtu e di se çfarë është, paka shumë, janë çorape. Këto çorapet janë diku tek 20, diçka e tillë dhe ishin 1 euro e gjysmë. Kështu që unë këto i mora për burrin më shumë. Okej. Ja ku janë, nuk e di, janë 10, 20, nuk e di. Ja ku janë të zezat e të bardha. Janë si këto që shiten në pazar. Ky është një fund pantallon, edhe është extra small. Besoj se do të më bëj. Ka një aromë shumë të çuditshme. Por ja si është. Edhe janë pantallona, këtë nga mbrapa duken që janë pantallona. Të lezetshme për tani në këtë kohë. Këto janë goxha në mod. Unë më kujtohet vjet ose par vjet, nuk mbaj mend, i kam patur fiksi, po par vjet që nuk isha shtatzan. Edhe blia goxha si këto, sepse fëmijët nuk po me qëndrojnë. Edhe nuk e di si ka vetë kjo video sa shumë punë do që të rregullohet. Por nejse, të hapim pakon tjetër. Kjo më duket edhe një tjetër janë. Edhe një fundit, kash janë. Janë këto pijamat këtu. Këto dikute 2-3 euro i kam marrë. Kështu si material janë goxha të buta, nuk i kam hapur sepse janë masa medium, ishte masa me vogël. Vinë nga kjo firma kështu, as nuk i kam parasysh fare, turke janë, se nga Turqia vinin me sa kuptova atje, tek aplikacioni. Të shikojmë tani për madhësinë se medium për mua është shumë e madh. Mirë janë, bluza është mirë, më e madhe ishte ajo tjetra se sa kjo. Edhe pantallona shumë mirë janë me këtë tematikën e Krishtlindjeve, vitit të ri,
për këtë i mora, po mua sot me erdhen. E kishin për të ardhur në aplikacion deri në datën 16, e vonuan në 24 i kanë sjell. Nuk e di pse, ndoshta dhe postat këtu kanë çka kështu që vonojnë. E fundit, vinë kështu të paketuara se besoj se janë nga dyqane të ndryshme. Uroj mos të jenë shumë të mëdha. Filloj me tutat tëra. Tutat janë në rregull. Shumë në rregull janë të gjitha palëve, po edhe kjo është shumë mirë. Kjo është super. Kjo do të më rri fix si e dua unë, as të ngusht shumë, po dhe atë gjërë fare që të më bezdisi, jo. Super. Ky programi ishte shumë i mirë, vetë se kishte një problem. Kur shikoje çmimin tek programi, për shembull ishin €1.50 këto. Kur i vendosje në shport, rastisht ktheheshin €2, shtonin edhe pak lek. Edhe kjo gjë nuk më pëlqeu te ky programi, por meqense ishin shumë lirë, thash ta provoja si diçka. Tani që jam futur për herë të dytë për të tretë, nuk janë më kaq të lira, €1.50, €2, diku deri te €4 kanë qenë diçka maksimumi këtu. Por janë shtuar, lëvizin çmimet shumë, nuk e di pse i bëjnë këtë, por nuk janë çmimet e njëjta gjithmonë. Rastësisht këto mua më kanë dalë edhe €20 tani. Kështu që lëvizin çmimet. Por nëse keni mundësi, provojeni si aplikacion për herë të parë, këtu në Greqi të paktën funksionon. Vinë me pak fare vonesë, si punë Shinit edhe Temus, por vinë, është e rëndësishmja. Mund të paguash me kartë, unë kam paguar me kartë, por kam dëgjuar nga një gocë tjetër që mund të paguash edhe me lek në dorë. Këtë nuk uaja për garanci sepse nuk kam paguar vetë, por me lek me kartë kam paguar. Unë besoj se tani për ndihmën nuk do blej me gjëra te ky, nuk kam për çfarë të blej se kam goxha rroba që dhe nuk i kam veshur akoma. Kështu që unë do ta provoj përsëri për rroba vere, për rroba banjoe, kështu e kam në mendje, tani nuk do të porosis më. Edhe po, këto ishin të tëra, tani unë do ta mbyll të rregulloj këtë rrëmujën këtu, edhe të shohim, mund të fillojmë të bëjmë brumin e biskotave. Më shifni këtu te pema sepse është herë e parë e vlogmas që unë bëj mbylljen këtu. Por kemi të reja. Natën që erdhi babi im, Ajla, donte të flinte edhe me saj vetëm, edhe e shprehu vetë dëshirën. Unë nuk ja kërkova që apo t'i thosha, ja kisha lënë si muhabet deri në momentin që të vinin të dy të flinin bashkë në krevatat të tyre. Por ka 3 net, diçka e tillë që po fle atje, edhe çuditshmja është që kur flinte me ne, gjithmonë çohej natën, kërkonte ujë, kërkonte qumësht, do të shkonte në tualet, gjëra të tilla. Ndërsa këto 2-3 net që flet edhe me saj, flet që nga ora 7-7:30, diçka e tillë, e deri në 7 të mëngjesit nuk zgjohet. Uroj mos ta marrim sysh, të shohim si do vazhdoj, por për mua është shumë mirë sepse këtu te salloni kam mundësi që tani dhe ta pastroj, ta rregulloj edhe të bëj dhe punët mirë, tani në darkë që kam mundësi t'i bëj. Kështu, më shifni kështu me shenja, me njolla, sepse më ka bërë jasona, do më falni, po nuk jam dërguar akoma, po pres që të ngrehet pak ujë, që të shkoj të bëj një dush, edhe po. Ne sot, unë nuk ju filmova shumë sot, sepse ne shkon pak të Tezja e Burrit, bërëm një vizitë, për tani për Krishtlindjet, për vitin e ri, diçka të tillë, edhe
e kaluam 1-2-3 orë atje, pastaj erdha, u mora me fëmijët, edhe bërëm edhe biskotat, si që kam treguar disa skena. Do t'ju alo këtu recetën e biskotave, e kam marrë nga ChatGPT, kam pyetur atë, kështu që biskotat dolën fantastike, shumë të mira. Një sekret i biskotave ishte që duhen brumit pak këzitrash, të dalin pak të buta. Dhe kështu. I erdhi dhe fundi ditës së sotme, por edhe vlogmas, sepse sot është data 24 dhe është vlogmas i fundit. Nuk e di për këtë video filmoj më, ndoshta bëj një vlog vazhdimsi këto ditët e fundit dhe e hedh ditën e fundit, të shoh, por po. Mua më kanë ngelur dhe disa këtu, nuk është se është vetëm një, janë edhe 3, kështu që po i hap të 3 edhe të shikojmë se çfarë janë. Është 22, 23 dhe 24. Kam filmuar edhe një vlog, edhe kam hapur diku te 3 dhe atje. Nuk e di po do e hedh, mund ta editoj sonte, edhe ta hedh sonte të shoh. Po i kam hapur dhe 3 dhe po nuk pata të vlogun, s'ka problem, do ma tregoj një ditë tjetër se çfarë dolën, por maska, gjëra të tilla, kremra, gjëra të tilla kanë dalë. Do të hapim numrin 22. Dhe është një krem për natën, sleeping facial. Pam, duhet të jetë, po, një krem nate. Ja ku është? Më pëlqen dhe ngjyra, është diçka ndryshe. Numri 23. Okej, çfarë është kjo? Është një krem për syt. Është me vitaminë C. Po, është me vitaminë C për rrudhat këtu, të cilat unë kam nevojë, edhe është edhe për këto është edhe për njëllat kafe këtu. Kjo. Unë e kam përdorur dhe atë tjetrën dhe është shumë e mirë se ka atë pjesën metalike për syt që më ka dalë para disa kohësh, edhe të freskon këtë pjesën këtu të kënaq. Kështu që unë e përdor edhe atë, por edhe kjo super. Nuk e tregova, numri 24 edhe i fundit, është diçka më e rëndë kjo. Dhe duhet jetë serum. Po është lift serum. Okej, do ta përdor edhe këtë. Ja, edhe kjo. Duhet ta lexoj më gjatë, por këtu nuk shoh mirë. Nuk shoh mirë nga dritat edhe është pak errësir, kështu që nuk e di se çfarë efektesh ka, nuk e di për çfarë është, por do ta përdorim dhe këtë. I erdhi fundi edhe këtij vlogmas. Si vlogmas i parë, besoj se ja dola, edhe pse disa ditë unë nuk kam filmuar. E di që nuk kam për ndonjë gjë interesante, por jemi në një fazë jete që po rregullojmë disa gjëra në jetën tonë, dhe fëmijët janë të vegjël, kështu që nuk kemi patur mundësi që të lëvizim, të bëjmë pushime, edhe kanë dalë vlogmas të thjeshtë, të përditshmëri, por uroj që t'ju kenë pëlqyer. Faleminderit të gjithëve që keni për subscribe, sepse jemi rritur goxha gjatë këtij vlogmas. Faleminderit për çdo koment, për çdo like. Më keni motivuar që të vazhdoj, sepse po mendoja që ta mbyllja, nga që nuk kam shumë subscribers, nuk kam shumë shikueshmëri, por më keni motivuar që t'i jap dhe një shans.
Kështu që uroj dhe besoj që në 2026 të punoj më fort, të nxjerr video më të bukura. Unë do të vazhdoj të jem e sinqert në ato çfarë them, por të jenë të vërteta, të sakta, edhe mos të shtire, mos të bëm si dikush tjetër, por të jem vetvetja. Kështu që faleminderit. Gëzuar festa të gjithëve, gëzuar Krishtlindjet kush i feston, gëzuar vitin e ri, edhe uroj që viti tjetër, por përsëri do të bëj urimin dhe një vlog tjetër, por uroj që vitin tjetër të jetë sa më i suksesshëm, sa më të plotëson çdo gjë që ju dëshironi. Ne do të shihemi, nuk e di, në vlogun tjetër ose në vitin tjetër. Natën e mirë.